orën 12 dhe në mbrëmje. Në këtë kohë rëndon bie këmbana si thirrje për këtë lutje dhe kudo që besimtarët janë afër ndonjë kishe, do të kenë më lehtë të bëhen në dije për lutjen e saj. Vet Papa thot këtë lutje çdo të diel në mesditë në orën 12 nga dritarja e banesës së tij. Përmbajtja e saj shtjellon të mishruarit të Jezusit në kohë, e përgatitur përmes dialogut të lajmërimit në mes të engjëllit Gabriel dhe Maris, pas së cilës prej 3 fjalëve medituese thuhet një shenjtja Mari, ndërsa përfundon me lutje. Papa ja shton edhe 3 lavdiatit, lavdithurjen e vogël. Përkujton të vdekurit dhe pastaj jep bekimin. Në kohën e Pashkëve zëvendësohet me lutjen Mbretëresh e qiellit. Qoftë vdu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, ju ftojmë në këtë çast që së bashku ta lusim me Engjëllin të Zot. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. Engjëllisi për vërtet të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, helplote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shetja Marina na hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërptorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, helplote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shetja Marina na hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, helplote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shetja Marina na hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit të birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit të birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit të birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Po themi një aty ndëni të falimimëri për shpirtrat e bamirësve të Radio Marisë së Kosovës që kanë kaluar në anëshim. Aty në qenë qiell, u shenjtroft emri yt, të ardhë mbretëria jote, u bavë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, helplote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shetja Marina na hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepu o Zot pushimin pasosur, Dhe ish ndri drita mbaruar. pushofshin paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që i rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur vëllezër dhe motra, në vazhdim po e lusim liturgjinë e orës mesme. Sot është e njëjtë java e 19 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrëm nga java e 3 e psalterit. Ky më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni orës 6. Mbret i fort hyj vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriçim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj i flakët e shamatave,
Lake zjarrin e dëmpruesve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atë drejtësi dhe t'i bjerë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretronin ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë, me përkrah si me premtove o Zot e do të jetoj. Psalmi 119, pjesa e 15. I urrej ata që janë si mësalla me dy faqe dhe e dua ligjin tënd. Për krenarja dhe shtytim jeti, kam besim të plot në fjalën tënde. Mu hiqni sysh o keqbërës, se dua t'i zbatoj urdhërimet e hyjit tim. Më përkrah si me premtove e do të jetoj, dhe mos më tradhtoft shpresa ime. Me përkrah e do të shpëtoj. Do të kënaqem vazhdimisht në rregulloret e tua. Ti i urren ata që u shmangën urdhrimeve të tua, sepse mendimi i tyre është gënjeshtër. Por si ndryshkun ti i zhbin nga faqja e dheut keqbërësit, prandaj unë i dua dëshmitë e tua. Trupi më dridhet prej frikës sate, sepse i kam frikë gjyqjet e tua. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës amen. Më përkrah si me premtove o Zot, e do të jetoj. Antifona e dytë. Na ndihmo hyj shëlbuesi ynë dhe na i fal fajet tona. Psalmi 79, vajtim për shkatërimin e Jeruzalemit. O, po ta kuptoj edhe ti në këtë ditë, çka të sjell ty paqen. S'kan për të lënë në ty as gur mbi gur, sepse nuk e bëre për send kohën kur hyi erdhi të ndihmoj, thot Krishti, te Luka 19. O hyj, e pushtuan paganët pronën tënde, e dhunuan tempullin tënd të shenjtë, Jeruzalemin e bën një grumbull rënojash. U adhan kufomat shërbëtorëve të tu, për ushqim shpendëve të qiellit, mishin e shenjtërve të tu, bishave të malit. Gjakun e tyre e derdhën si ujë, për rreth Jeruzalemit e s'kishte kush t'i varroste. U bëm çnderim ndër sy të fqinjve tanë, për qeshje e loj për ata që i kemi përreth. Po deri kur, o Zot, a do të rish përgjithmonë i hidhruar? Do të digjet si zjarri zemrimi yt? Mos i kujto fajet e hetërve tanë, le të na vinë në ndihmë sa më parë mëshira jote, sepse jemi bërë tepër të mirë. Na ndihmo, hyj shëlbuesi ynë, për nder të emrit tënd dhe na çliro. Pash nderin e emrit tënd na i fal fajet. Pse të thonë paganët ku është hyji i tyre? Le ta pranojnë ndër sy tanë paganët, hakmarrin e gjaku të derdhur të shërbëtorëve të tu. Le të arrijë të këti gjëma e të robëruarve me fuqinë e krahut tënd, shpëtoj të dënuarit me vdekje. E ne, populli yt, delet e kullotës sate, do të lavdërojmë për amshim, do ta shpallim nga brezin e brez lavdin tënde. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Na ndihmo, hyj shëlbuesi ynë dhe na i fal fajet tona. Antifona 3. Shikon nga qieli o hyj i gjithësisë, eja dhe shihe vreshtin që vete mbolle. Psalmi 80. Shikoj o Zot vreshtin tënd. Eja, o Zot Jezus, thot libri i Zbulesës 22:20. Dëgjo ti, o bariu i Izraelit, Ti që i prin Jozefit si grigjës, ti që rri në fron mbi kerubin shkëlqe, para Efraimit, Benjaminit e Manaseut, zgjoje pushtetin tënd dhe eja në ndihmë. për të na shpëtuar. O hyj, deh, na përtëri. Kthjellë fytyrën tënde e na shëlbo. O Zot, hyj ushtrive, deri kur do të hidhrohesh? Në lutjen e popullit tënd, Deri kur do të na ushqesh me bukë lotësh? e do të na japësh shtëpi ujë lotësh me shumicë, Na bëre shkak grindjeje për fqin tanë. e armiqtë tanë po qeshen me ne. O hyj ushtrive, deh, na përtëri. Kthjellë fytyrën tënde e na shëlbo. Vreshtin nga Egjipti e nxore. E për ta mbjell atë paganët i dëbove. Tokën ja përgatite. Lëshoi rrënjë dhe mbushi tokën. U mbuluan malet me hijen e tij. Me gemat e ardhisë u mbushën cedrat e hyjit. Pinjollët e tij arritën deri në det.
Shërmende të shiti deri në lumë, Gardhin pse ja theve, që ta vjel çdo kalimtar, e dëmtoi deri egër. e kulloti çdo egërsirë. Kthehu hyj ushtrive, shikoj nga qieli e shihe. Eja shihe këtë vresht, Deli Zot se ti vete mbolle, djalit që për vete e rrite. ata që e dogjën dhe e pren, Le të sharrojnë prej kërcënimit të fytyrës sate. dora jote qoftë mbi njeriu nëse djathtë të sate. Mbi birin e njeriu që për vete e rrite. Kur më nuk do të largohemi prej teje. Na përtri e do ta therasim emrin tënd. O Zot, hyj ushtrive, deh ti na përtri. Kthelle fytyrën tënde e na shpëto. Lavdia Atit të Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shikon nga qielli, o hyj i gjithësisë, eja dhe shihe vreshtin që vete mbolle. Leximi i shkurtër i orës 6 marr nga libri Ligji i Përtrir, kapitulli 4, rreshti 7. E një mend, u gjendet një popull tjetër aq i madhërueshëm, që të ketë hynit e veta kaq afër vetës, sikur se është pranë nesh në të gjitha kërkesat tona, Zoti hyji ynë. Zoti është afër atyre që e thrasin. Ai e dëgjon britmen e tyre. Të lutemi, o hyj gjithë pushtetshëm dhe i amshuar, në të cilin nuk ka errësirë as terr, le të shkëlqej përmbi ne drita jote që të shndërritur prej fjalës sate, të ecim drejt teje me zemër bujare dhe besnike nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, patët mundësinë që së bashku ta lutim Engjëllin e Zot dhe orën e mesme. Na ndihmoft, vazhdoni të qëndroni në shoqëri me emisionet e radhës të Radio Marisë së Kosovës, një zënë krishterë në shtëpinë tënde. Kudo qofshi, Zoti ju bekoftë i ruajt.